Facciamo calcio. C'è 0-3? Dopo? Giù. Perché dopo c'è in transizione, se sempre bene fare. Se mos I vjen për nuk e mbaj mend që më kemi të gjallë më muaj të jemi. Quer dizer, para mim aqui, caso fim, né? Fazem fim para ir horário para os caras. Assim é fim? Você no carro no carro em si. É do militar, você mais não faz, então. Que você vai. D'accord. Verificazione poco generalis.
Gati, gati. Real Madrid, Arsenal, Sportingu Lisbonës dhe Paris Saint-Germain janë këto 4 skuadra dhe bara që sigurojnë kualifikimin për në çertifinalet e UEFA Champions League. Përshëndetje miq të trinj, nga unë Ema Mulati, ende po e marrim veten nga kjo mbrëmje e jashtëzakonshme Champions League dhe jemi gati për të ndarë emocionet e para. Lirim, e nisim bashkë. Ato që u kualifikuan sot, natyrisht e kishin vendosur që në ndeshjen e parë do të përjashtuar Sportingin, i cili do të vinte të dalë leksionin në dur 5-0 dhe i tu mund ta vinte deri Rusia. Po ajo mbetet pa Rusia. Ishte një bërje fantastike, Real Madridi e kishte fituar në ndeshjen e parë 3-0, po kështu edhe Paris Saint-Germain u vendos ky kualifikim për mua në 90 minutat e para. E vërtet. Avokat, që ndame nga mbrëmja e sotme, me keqardhje besoj për votimin. Ne kishte bërë të ndërronin shumë, jam shumë dakord. Edhe që në mëngjes më kanë thënë që dikush më tha që do kualifikohet për timin nuk besoj. Edhe tani më duhet sikur nuk ka ndodhur. Dhe kam frikë që të parë ndeshjen e fundit me Guardiolës në çelësinë me Messi. Absolutisht. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, mos e ndroni kanalin, jemi në Tring, gati për të bërë këmbëderjen e mbrëmjes së sotme Champions. Siamo? È un po' presto. Vieni un torneo di cosa? Ha fatto un po' di schifo. Ieri come tal? Ieri come fa? Bernardo Silva passou no Spar. Ele
Gati Zona. Shameti Gjaka nisi në spotimin direkt për fitonën në Realit Madridit. Guys like this. Ta-na-na. Vamos. Gati për të folur për fitoren e Realit të Madridit 2-1 përballë Manchester City. Në fakt njësoj si në ndeshjen e parë, por prisni një paraqitje le të themi pak më ndryshe nga ana e Manchester City, edhe këtë herë duket sikur performanca deri diku ishte edhe shkënjyese. Sigurisht gjithmonë u vendos edhe në vështirësi besoj pas daljes me karton të kuq të Bernardo Silvas. Ju mendoj se ndeshja e timit ishte ndryshe për City në atë gjë prisni. E nisi shumë mirë, por brulli dhe dëshira e kësaj skuadre u hasën në dëshirën e karton të kuq të Bernardo Silvas, besoj edhe patjetër me dritë të futbollit. I mbajti në lojë Realin sepse një gol i shpejtë i City kur ndryshon derivë në gjë, por në kuadrën me qenë të nuk është mendoj që Real Madrid ka bërë një ndeshje shumë mirë. Në fundit eksperienca që ka në këtë kompeticion tregojnë një si mirë sot që është një skuadër që nuk e ka vëzhgim në futboll futboll në këtë kompeticion. Është shumë e vërtetë. Ndonjë eksperienca besoj e Realit Madridit sigurisht që kemi bërë diferencën. Është domethënse, duke qenë se edhe ne këtu në studio, edhe atë kur Reali le të themi nuk është në momentin e vet të mirë, nuk ka shkëlqyer, nuk është në derë, duket sikur fitonin e merr në një drejtësi jashtëzakonshme, madje i vjen edhe natyrshme, nuk ka nevojë të sforcohesh. Po për te eksperiencës unë jam shumë e rritë edhe për mentalitetin, se nëse do i referohemi ajo që thashë Ameti 180 minutave, në ndeshjen e parë Ali suksesin e pati më tepër në përshtatjen e kundërshtarit, duke ditur që me problematikat që kishte, me mungesat që kishte, do përballë si një skuadër inferiore, duke mos marrë parasysh emrin që ka, po duke marrë parasysh forcat që kishte në atë moment. Sepse e trajtoi Cityn si një skuadër më me kualitet në atë moment, një skuadër superiore në letër, dhe u përshtat shumë mirë duke sakrifikuar, duke luftuar, duke kthyer praktikisht një skuadër brenda mundësive që kishte duke dhënë maksimumin, dhe duke shfrytzuar ato pak element që kishte, si Vinicius apo si Valverde, lojtarë cilësorë që janë lojtarë bazë të kësaj skuadre. Unë besoj që e bëri ndryshimin mentalitetit, sepse nuk është e thjeshtë që një skuadër si Reali Madridit të përshtatet me forcën e kundërshtarit, edhe mos kërkoj emrin e vet, kërkoj të luajë në raport me problemet që ka brenda. Kështu që kjo e bën kaq unikale këtë skuadër, që përshtatet për të arritur tek suksesi është e gatshme për çdo gjë. Avokat, nuk e di veprimi i Bernardo Silvas, por ndeshja ishte ende në fillimet e veta, sigurisht le të themi e mësoi pak skuadrën e Manchester City edhe një veprim që unë konsideroj deri diku edhe fosherak, instinktiv, ndoshta, si do të them kështu. Megjithatë duke patur parasysh rëndësinë e kësaj sfide madhe në Champions League, në këtë fazë Champions League, mund të ishte treguar pak më i kujdesshëm. I kujdesshëm është një term që nuk i stavet shumë këtyre momenteve, sepse ai siç e dhe një moment pozitiv që nuk harin ndoshta të bësh llogaritë e shumë gjërave sa ti mund të gjendë në kalimin nuk i zetë, mund të mbajmë në të parë në 15 dhe nuk e bën dot fajtor për këtë ngjarje që ka ndodhur, sepse kam munduar që të paraqitoj një gol, se unë kam dyshime që mundësisht edhe shtyllur, por nuk ka asnjë do ta dim se si gjuhëja nëse nuk do ta prejë në dorë. Por këto janë fatkesim tepër, do të bëhen konsideruar si brenda këtyre 180 minutave Manchester City nuk ishte ajo që ne prisnim, por mbi të gjitha i ndodhi pastaj edhe ky aksident, po e quajmë kështu, që apo 7 minuta të mbetura i pam me një sy tjetër, nuk edhe pak e qartje për ato se çfarë ndodhi. Me keqardhje edhe ndoshta personalisht, por emocione. Unë me një keqardhje
vetëm për faktin që kishte 3-4 raste brenda atyre 20 minutave, nëse do ishte shkruar një gol ndoshta, mund të kishin parë një ndeshje tjetër, por historia nuk bëhet me mëseto. Absolutisht. Kështu që këto gjëra Nuk do ta dim. na mbeten thjesht për diskutimet tona, domethënë ajo që është fakti është që sidoqoftë pak mbetet për mua City brenda këtyre dy ndeshjeve 180 minuta ka bërë fakt. Jo thjesht se ka luajtur në 10 veta, por në përgjithësi imazhi apo shija që mbetet pas këtyre 180 minutave Nuk është më e ishte gjera. që City nuk shkonte dot përtej kësaj sfide, nuk kishte mundësi dhe ajo zëvendësimi Haaland në minutën Do 60. shta avokat nuk i kishte edhe grintën e mjaftueshme. Çështja energjie, kjo çështje, domethënë kjo çështje dëshira mbi gjithë sa ata nuk se kanë harruar çdo futboll. Absolutisht. Domethënë ata sot nuk nxjerrin dot në fushë atë përvindat e agresivitetit jashtëzakonshëm, ato organizimi jashtëzakonshëm që kanë pasur dikur që domethënë është edhe qëllimi i lojës tyre, prandaj duket sikur gjithçka është drejt, janë këto janë titrat e fundit. Titrat e fundit, finale, titrat e mirupafshëm. Lirim, Vinicius Junior, qëndrojmë pak tek Vinicius Junior, një personazh që e kritikojnë për sjelljet e tij, e megjithatë, nuk e di, në ditën e sotme mendon që e meriton plotësisht titullin e njeriu të ndeshjes apo jo. Padyshim, për mua është një nga lojtarët më të mirë në botë. Ti je shumë e re, ne kemi pasur përpara një mësimi edukata morale. Po. S'ka Të këndon të Ka munduar, është transformuar besoj në edukata në gjimnaz, kështu që po kishte edhe këto individ, ndoshta do ishte kaq i madh, por për mua që nga lojtarët më të mëdhenj në botë, po. për shpejtësinë e tij, për problemin që i shkakton brenda kundërshtare, për teknikën e lartë që do të thonë, është një lojtar shumë i mirë, ka filluar cilët mirë me tifozët, se zakonisht për kishte edukatën e tij norvegjezit. Haaland. Haaland. Do të lutem me Norvegjin, ta kishte shkallë aty. La kishte komplet gjë tjetër. Por natyrë braziliane, natyrë e nxehtë, natyrë e ngrohtë, krijon probleme gjithmonë, por mbetet një lojtar më i mirë. Dhe ajo që ju thatë është padyshim që sot ai ishte lojtar i ndeshjes. Dhe kjo do ndodhë theva. Në 0-3, një avantash shumë i thellë, do krijoheshin hapësira pas në mbrojtjen e Cityt. Do të kishte. Dhe për të shfryzuar hapësira pas, ky është një nga lojtarët më ekselent që ekziston. E vërtet. Shameti, në çirek finale kemi një klasiko, duhet thënë të futbollit evropian, Real Madrid, Bayern Munich, një ndeshje fantastike, besoj do ta presim me shumë dëshirë, sepse është ama nga ato ndeshje që premton shumë emocione. Është vërtet, mendoj që është e hershme kjo gjë që do të heqë mundësinë ose do na heqë mundësinë neve të në shikojmë një përballje të tillë patëm me komisionin tim në gjysmëfinale të finale, sepse janë dy skuadra që kanë treguar një futboll shumë mirë. Në një anë Reali që është mësuar të fitojë të tilla kompeticione, në krau tjetër një Bayern Munich që besoj që është në pikën e vet më pozitiv sportiv. Kështu që është një përballje shumë e fortë, mendoj që një nga ato të dyja që do kualifikojnë në do të kalë si finale në mund jetë në nënë kryesore të ta fituar. Absolutisht. Rafa, nuk e di me sa kemi parë paraqitjen deri më tani, edhe të Realit, po edhe të Bayern Munich. Nga mendon që anon deri pak më shumë ajo peshorja e favoritësh. Në nivel ndeshjes, në nivel skuadrësh dhe emrash e barabartë në finale, para koshtë. Por që me perfeksionin që ka kaluar deri në këtë moment dhe me formën që ka treguar, edhe pse është akoma për të parë, është Bayerni, edhe pse një ndeshje direkte që e ka pasur me Arsenalin është mundur. Dhe kundrejt Realit Madridit dhe tregoi edhe kundër Cityt që nuk është e thjeshtë fitosh. Edhe pse po kalon një formë të mirë, tutami në këtë moment nuk ka të bëjë me forma që ke pasur gjatë sezonit, se janë në ndeshje vajtje ardhe dhe një ndeshje po të gaboj siç e gaboi City ndeshjen e parë që Reali e fitoi me atë diferencë golesh, pastaj bëhet shumë e vështirë për ndeshjen e dytë. Kështu që unë 50-50 të jap sepse Real Madrid nuk mund të japësh për pak ndash çfarë do situatë të tjetër, dhe unë besoj që do të ketë edhe me një Mbappé të rekuperuar, me lojtarë që do të jenë që vinë nga lëndime do të jenë akoma më fortë. Real Madrid është gjithmonë e rëndësishme për këtë. Okej, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, mos e ndroni kanalin, rikthehemi pas pak me highlights, momentet të mira dhe golet e mbrëmjes. Barcelona?
Jo, Barcelona Arsenal? duke se Arsenali merrte nga Bodo dhe Sporting Moskva. Janë të grupë tur. Janë nga tjetër. Ka tjetër. Këto për shumë kush del nga Reali dhe Manchesterin, kapi Parisin. Këto e kanë flak fare këtë kanë. Ky krau tesh, krau tesh. Zjat fare, po s'ka si ekip kështu. Parisi me çfarë ka Parisi? Edhe shumë. Jo, Parisi nuk është. Këtë është Sporting. Shëndet, shëndet, kene vërtet. Parisi ka në Liverpool në Galatasaray. Po. Parisi ka Janë gjitha zjarë. dhe pastaj e ka me këto. Parisi. Liverpooli nuk është më parë. Ja, Parisi duket që ka më Do të jetë ku vjen to ka. pra, ku është më në perspektiva? Gati, Paris Liverpool. Standard, se në ndërjet në kasën, Do të Barcelona. edhe quna. Ashtu edhe si shpritej, Paris Saint-Germain nuk val asnjë moment të vetëm të bulos kualifikimin në Stamford Bridge, duke triumfuar 3-0 përballë Chelsea. Avokat, do të korrigjoj çik, nuk e prisa Chelsea ka çekish. nuk e presim kaq keq. Unë faktë do më mendoja që Chelsea do bënd një rezistencë. Nuk do ishte më tepër ndeshja që duhet Paris deri në momentin 22. Ashtu e gjykoja. Por sot ndoshta është ndeshja e parë kur janë dukur shenjat e ra e Parisit të vjetshëm. Kjo është tani Ishte lëndë për tani, të gjitha forcat, Nëse ka lënë për tani ka bërë shumë mirë. Dhe vjen të muaj ka Në fituar. muaj. Vjen ka fituar. Jo, Ja, në 16. 16, po ka të gjava, do në 16, se play-off-i njëzë akoma pa të Kështu që sot një ndeshje të mira që i kam parë Parisit në këtë sezon, duke marrë parasysh edhe fushën kundërstare dhe kundërstarin që kishte përballë dhe atë sezon dëshirë që mendoj që Chelsea do të kishte. Është skuadër shumë e rrezikshme Parisi. Në Parisi, nëse Bayern sot është nga gjithë shikohet si pretendent kryesore, një hap pas tij, bën më shumë distancë është Parisi. Nëse Parisi mua futbollin e vjetshëm, edhe për Bayernin është problem i madh. Çështja është sa mund arrit të futet prapë në ato mekanizma, se unë jam bindur që janë shumë edhe mekanizma psiqike dishme emocional, janë se sa aq çështje të futbollit në fushë. Skuadrat kanë momente të tyre. E vërtet, nëse e vërtet. Deri nuk e di në lidhje me këtë sukses të Parisit, do ta themi kështu që ashtu siç po e përmendë edhe avokati, edhe sezonin e kaluar, ka qenë pikërisht kjo periudhë që ai arriti të ndiste ato motorët maksimal, besoj edhe në atë triumfin maksimal të final. Besoj që është një koincidencë, nuk ka lidhje me organizimin e gjës. Për mua është koincidencë. Grupi që ka marrë tani sepse dhe rezultati i kësaj vëllëtarie dhe niveli i kësaj vëllëtarie steka për të qenë në elitën e ekipeve europiane është pikërisht tani. Dhe motivimi është më i madh, sepse problemi është të motivosh lojtarët. Eva Kulçev, shifrat, ne kemi një shprehje në shqip. Ka nevojë më për motivim? Ja mblodhi ja bëri 8-2. Pra 8-2 ja ka bërë Chelsea. Të kalosh Chelsea 8-2, pra të shënosh 8 gole në ndeshje, është një gjë shumë pozitive për skuadrën e Parisit. Ne thamë dhe në hyrje të emisionit që Parisi është një skuadër shumë e konsoliduar dhe besoj që do ketë rrugtim të gjatë, ndoshta deri në final. Shumë e vërtet. Do të qëndrojmë edhe pak tek e ardhmja e Parisit, nëse se në çerek finale, kundërshtari i radhës do të jetë skuadra që do të kualifikohet nga përballja Galatasaray-Liverpool. Çfarë mendon që do ta kishte më tepër për zemër për të bërë në kampionatin e kundërshtar? Unë besoj që nesër kualifikohet Liverpool. Do pasur parasysh që Galatasaray është një skuadër shtëpie, do shumë mirë brenda në shtëpi dhe jashtë në të gjitha ndeshjet pothuajse jashtë ka kushtuar. Por që dhe Liverpooli ka shfaqur shumë probleme këtë sezon dhe e mendoj më lart Parisi, por që ka një rrutim shumë vështirë. Në të arritur të fituar trofeun, është në krahun më të vështirë sepse nëse kualifikohet në bazë Liverpoolit, nëse del Liverpooli, është rënë Bayern. Në finale, ndojmë akoma këtu se kemi kohë për ta diskutuar. Ato ndeshjet do luajnë janë të cilat do luajnë. Patjetër.
si fazë parashikimi që mund të flasim, e shikoj Parisin më të avantazhuar dhe si Liverpooli, nëse kualifikohet Liverpooli, do pasur praktikisht problemative se thash ka Sarai, por që Parisi me të vërtet duke referuar Real Madridit që kur vjen në këto momente që bëhet Champions serioze, që nuk ke më marrësh gabimi, se në atë fazën e grupeve dhe mund gabosh, por ke kohë recuperimi. Tani çdo gabim nuk rekuperohet. Është shumë e vështirë që ti të kthehesh sërish në lojë, sepse praktikisht një ndeshje ka buar jashtë. Dhe Parisi këtu bëhet shumë e fortë sepse ka shumë individë, ka shumë elementë cilësor brenda që edhe në ditë jo të mira mund ta zgjidhin ndeshjen në momentin e fundit. Problematika përmbetet gjithmonë. Portieri dhe faza e mbrojtjes që lejojnë ndryshe nga sezoni i kaluar, po lejojnë. Po sezoni i kaluar pasi i ka pasur këto probleme që po i kamuflonte Donnarumma me një formë të jashtëzakonshme. Këtë vit nuk e ka pasur Donnarumma në formë dhe pastaj janë evidentuar pak më shumë. Por që pjesën tjetër pastaj Parisi e ka të jashtëzakonshme nga me fusha e lartë që skuadra e jashtëzakonshme. Mirë, për ta ripëtuar edhe një herë se çfarë ndodhej gjatë kësaj mbrëmje, vetëm ndjekim highlights, momentet të tjera dhe golat e mbrëmjes. Sportingu, Arsenali, Paris dhe Real Madridit janë 4 skuadrat e para çempionistëve në UEFA Champions League për sezonin 2026. Sportingu edhe përmbyste disa avantazhe 3-0 të ndeshjes së parë me Jose Alvarado. Ata e vuajnë se shikojnë shumë para dhe mendojnë shumë bravo. Mbyllen me triumf 5-0 për skuadrën e Rui Borges vetëm pas kohë shtesë. Në pjesën e dytë, do ishte Pedro Gonçalves që shërbyer në perfekte nga Luis Suarez. Po profesor Boshatisur do të çonte në 2-0 shifra dhe do të viste edhe më shumë shpresën e skuadrës së Real Lisbonës. Përmbysur ato humbje të arritur një javë më parë në Norvegji për në rrethit arktik. Pedro Gonçalves që ishte dhe shumë si në mirë sportivi sezonin e shkuar, të ergjë një këmbërit të parë të Champions në këtë edicion. Në 7-95, në vitet Pirson, i kërësuar drejt zonës nga Fresneda do të prejkje me dorë nga ana e Fredrik Bjorkan dhe pas në rrës së sistemit varë. Që janë penalti këto Sa të share në konfirmonte në ndërmendësh në Borgjë Sportivut që goleadori të sezonin Luis Suarez bashkëdorte në Dorën tjetër ka këtu. Quar shifrat e 3-0 për barazuar nga para e përgjithshëm në 3-3. Atë që ishte golli 32 në gjitha kompeticionet për 28 vjeçarin kolumbian në këtë sezon. Në kohë shtesë, vetëm 2 minuta pasi kishte nisur loja, do të ishte një nga më të mirë në fushë për Sportingu që do të realizonte. Në të majt Maximiliano Araujo do të bëte shpërthente festa e përmbysjes në Jose Alvarado, 26 vjeçarin uruguajan, që do të merte një pasim nga Francisco Trincao pas e topit e Lampezdo në zonën e skuadrës së Madridit. Në kohë që për të realizuar Kapën mbrojtësa. 5-0 mendonte djaloshi 20 vjeçar Rafael Ferreira na, i cili në minutën e parë të shtesës, në shtesën e dytë, në ndeshjen e ditë debutuese në UEFA Champions League, do ta mbyllte në mënyrë më të mirë të mundshme me një gol që fiksonte shifrat 5-0 do të siguronte kualifikimin e Sportingut drejt çerekfinaleve në UEFA Champions League. Surprizë e madhe të parë në historinë e luanëve të Lisbonës. Arsenali ka bërë hyrën duke triumfuar në Londër të Leverkusenit dhe për të marrë kështu rezultatin e përgjithshëm 3-1 pas barazimit në Gjermani. Fillimisht të ishte skuadra londineze në faqe e rrezikshme por pas njësoj kombinimesh Leandro Trossard provonte me të djathtën hyrën e provë. Portierin e skuadrës gjermane gjeti një reagim të mirë nga Ana Flecken. Në minutë 29 sërish Leandro Trossard bëri protagonist pas një topetero në zonë mjaft mirë nga ana e Declan Rice. Bukayo Saka do ta kthente pikërisht për Belgun, por goditja e Leandro Trossard edhe në këtë situatë ndali nga ana e portierit Janis Blažević. Në minutën e 32 pas një situate kaotike të krijuar në zonën e Blažević, Ben White do të ishte ai që kishte shansin më të mirë ndoshta për të kthyer topin në fundin e rrjetës, mirë po parësisht përpjekjes së tij
Blazovic edhe njerë do të mbante të paprekur portën e aspirinave. Por të do ndryshonte në minutën e 36 ku Ebe Reqezë spektakolar. Kaluar në avantazh skuadrën londineze. Një gol që Lojtari avokatë si portier në më të mirë të tij si Janis Blazovic mund ta ndalte. Rami këtu. Çfarë ndalte ai ato? Me djathtë futbollisti dhe jashtë zonës që shkon në cepin e portës. Shpesej festa Edhe flokët në së. në tifozërin londineze. Minutën e 63 do vinte edhe goli Gjetsis për Mikel Arteta dhe të tij. Declan Rice do të bugronin këtë të rëndësishëm në zonë shumë të rrezikshme për prapavjen e Leverkusenit dhe me Sushoja i shumë i adhuruar nga skuadra e tifozëve Arsenalit dhe fleshon në goditje precize në cepin e portës. Për shtypjen Që të fitoni nga bashkë, se nuk i kemi për të quar shifrat 2-0 Sassuolo-Lecce e Mikel Artetas dhe të gjithë stolit të skuadrës së Arsenalit. Minutën e 87 do vinte një rast i mirë për skuadrën e Leverkusen. Ibrahim Maza, talenti shumë i fortë i aspirinave, shërbente një përshëndetje të skuadrës. Në fund në goditje me njerëshme me të majtë nga Rakofando Fundali, nga ana e Dalit Rajas, një itje fantastike që mbante të shospiste dhe trajneri Gasper Yilmaz të Leverkusenit. Ka dalë një mirë 10-9 vjet. Në kupton në vetën dreqën e finaleve në Londër, dhe mos në asgjë në diskutim për Valqecë. Në të gjatë, Vishak Kvaratskhelia, njeri që londineze në ndeshjen e parë të Ermiste si titular, dhe pas të fitolte duetin me Sa, të mposhte edhe Sanchez për qua shifra shumë shpejt në zotën e një përvetë. Pas disa minutash, Chelsea të dashit e vetëm të zandash të 2 gola, në të ndeshën, zandash të plot 5 gola, në të tajnës të përgjithshëm. Sërish pas një gabimi dhe vendosin prapa pret dhe pak Milano të fitonet të çmuar. Minutën e 36 vinte shansi Barca nga skuadra të francezëve. Minutën e 42 do të vinte rradha për Cole Palmer që do të ndalej të goditje të lehtë shumë elegante nga ana e portierit Safonov. Essa e të një do të vinte rradha e Paris Saint-Germain nga fund të golit të tretë këtë herë. Barcollana festonte dy goçin e tij si do ndalej saksisht nga ana e portierit të Chelsea-t dhe Sanchez. Minutën e 56 një gabim i Parisit do të shite këtë shans nga mirë për Joao Pedro në dyre cilë që ndeja shkot rati që do të qënë presimin në minutën e 61 dhe të tjetë shansin për ta. Por këtë herë Safonov do të ndërru në shokatare të ndalë të tentativë të Delat. Minutën e 62 minute për gol dhe anë e skuadrës Paris Saint-Germain. Seni Majulu dhe Roshitani Puro francez, Majulu. Kalulu, Majulu. E portierit Safonov, në 75 të situatë në gjashme, e qite Garnacho të vjen sërish në prof Safonov der në diagonale me të majtën. Tej Arsenali, tej Bodo, të fjalë. Edhe natë mirë. Edhe si faminesë. Je shumë mirë. Po prapa, ndaj do ta presim shpejt. Si jemi nesër. Bravo Xhavi. Të poshtë të Vitinjas, sërish ishte një fushën e kontra në poshtu portierit Safonov. Kështu ka në të gjithë shumë 8-2. Real Madrid triumfon edhe në Manchester, në Angli 1-2 për të siguruar shumë kualifikimin mes 18 mirëve të kontinentit. Nisje e vruçme e skuadrës së Manchester City-t, por që gjithsesi do të mjaftonte për të dhënë jetë dhe shpresë një përmbysje të mundshme. Minutën 22 një penalti zuar pas pegësit të topi nga Bernardo Silva do shkruaj në gol nga Vinicius Junior, minutën 23 do vinte ky shans i shpërnduar. U shërbim nga Xhami Doku, por ka dalë mban të çetovi në fundin e rjetës, por që skuadra e Real Madridit mund të ndërmarrte Vinicius Junior, i cili ka unë si sot. gjithçka të ndërcave do të gaponte në shënjestën e tij
domosdoshmëri do të kuadrat. Nxori gjithë kundër kohë, dy gabim. Në të 27 në vitet e në kundër së në shpetë skuadrën, në linja këtë Zuar në të majtë nga Badile. Si Guerdi, avocado, pe Guerdi? Vinicius Junior, stërësh brazilian. Qelau, që ta nuk i botë sot për sot. Dhe menja që ka. Ja, kuadrat. Sot në të rrëmërojtë me mishë në shumë e do. Dhe menja është menja parë, për të cilësive. Me përtetë është për të menove. Nuk i besoj që Leao të hapë Bulon. Ma i sa hapë në i tinë së shokë hapë. E ka do futbol. E ka do. Erling Haaland. Që ka të tërë. Dhe gjithë e kërmoni shprit më të rejqe. Je vërtet kot. Vetëm ai 49, se do shpaq se do të promovte, se zonë diçka nga këmbë zhvillime të parë në Titja Haaland, ishte çuar lokale nga botëri të lumin, jo në pjesë të dytë. Ke marrë vendin e të mënduar ti bukur tua. Minutën e 69, në këtë moment si mirë për Real Madridin dhe ditje me kokë. Aurelio Tchouameni që do të ndale nga Gianluigi Donnarumma, se të vijë nga këndë të shfrytzuar mjaft mirë nga skuadra madrilene. Nëse minutën e 3 shtesës në aksion në fundit të sfidës, Vinicius Junior dhe dilte në fund të kompletonte tokjetën e tij, i goçën e tij. Ja nga pozicioni e investire Vinicius Junior. Që vullon se triumfi me vitë së Real Madridit dhe 5 minutë në zvaqën ashtu traditura që mua në këtë Real Sociedad me Sporting, Arsenalin, Paris Saint-Germain dhe Real Madrid, që janë 4 skuadrat e para finaliste në këtë edicion të UEFA Champions League-s. Fitima da clube talvez muito bana assim eu vou ir na caixinha daí Zidane lá 33 campeão hoje Ronaldo eu até acabou eu só estou assim ele vai ser puxado fica lá mesmo vou mais gerar acabou sério, Kishte 9 mos, kishte grumbullu, 5 në sushor.
bashkëshorë, në cilën unë janë në kazën njërë, atjerë të këshim që për jenë. Që të nacionali ka, ja i ka pa vetë atje. Jo, a i nga pa, dakor? Jo, pa i karneval. Nuk mendoj se Jo, shokë. Jo, kanë hypë në ato çekoslovakinë e tyre më. Kanë dhe këtu president të parë. Po të kishë nëse nga ne po kejnë këto që vitu në Europë. Që dole është mjeftë atë. Talente në ndena karnavali tani. Portieri e ka vinë, portieri në Liverpool. Dikur. Tani janë në të diskoteka, ku që Harmon për Beli. ka pashia jo, të tjera, ka qenë shumë që ndërmojnë sa. Që Brazili ka fuqi thjerë. Po. I ka pas gjithë Portieri sa kraus ka fare. Atë Bekerin e ka. Jo, shumë Marquinhos e ka. Sa ka sa shumë, po. Bremer, ky Arsenal. Bremer, po sa ka sa ky Arsenal. Po sa ka sa shumë. Se rroga do të... Rikthehemi sërish në UEFA Champions League, flasim për Arsenal që nuk i lë asgjë rastësisht të bën detyrën përballë skuadrës së Leverkusen, duke triumfuar në Shqipra 2-0. Shameti, nisim diskutimin për Arsenal. Shkofine mendoj ndeshja timit në këtë nivel për Arsenalit, sepse kemi thënë që në fillim të këtij kompeticioni që Arsenali është një ekip i kompletuar, është një ekip që po udhëheq me merit Premier Ligën. Dhe besoj që nuk është se ishte Liverpool se një skuadër që mund të këndon. Ishte në trajtorën ndeshjen e parë, mendoj që sot me cilësitë teknike e zgjidhur shumë shpejt ndeshjen, besoj do ta shikojmë Arsenalin në vazhdim. Besoj se do të përgjej. Gjithsesi, një lajm të mirë dinjitoze, duhet të thënë nga skuadra e Leverkusenit, që për një shpërndarjes ata menduar e kishin menduar që ata vetëm besoj që do të arrinin deri në këtë fazë të Champions League, apo jo? Po patjetër, Leverkusen është një skuadër e re, sepse me largimin e trajnerit Alonso dhe disa hyjeve të vet, midis tyre ishte Xhaka dhe Yurt, që ka shkuar në Liverpool. Nuk mendoj që do arrinin këto nivele, kishin një ekip më të fortë, kur arrinin deri në finalet e Europa Ligës, por që mundën nga Atalanta 0-0 në një këtë shumë pak. Unë mendoj që arritën të jap drejt në logjikën tonë që arritën maksimumin e tyre në Champions League. Pra hyn në 16 më të mira. Kundër Arsenalit nuk mund bënin dot. Është vërtet, mos e vërtet. Sportingu i Lisbonës ndërkohë zgjon nga ëndra e bukur skuadrën e Bodoglin duke e eliminuar skuadrën norvegjeze dhe tashmë përgatitet për çeyrefinalet aty ku do të ketë përballë skuadrën e Arsenal. Dhe Sportingu bëri diçka të jashtëzakonshme, sepse e ngriti ndeshjen në atë nivel, në atë ritëm, në atë intensitet që duhet ta ngresh nëse pretendon të diçka më shumë. Aq më tepër që vjen nga një rezultat jo i lehtë në 3-0. Gjë që nuk e bëri Interi në ndeshjen e kaluar kundër Botës, që duhet ngresh ritmin në përngjalisë skuadrës portugeze, nëse janë në ditë të tyre dhe i funksionojnë dhe gjëra dhe shënojnë dhe shpejt, pastaj bëhen të papërballueshme për këndoj, jo vetëm për botën. Skuadrat portugeze kanë treguar ndër vite që janë skuadra shumë vështira, edhe për skuadra me nivele shumë të mëdha se Bodoglin. Që një gjë e jashtëzakonshme e sportimit. Nuk kanë pak të vërtetë. Avokat, nuk e di, ndoshta prisni një boto pak më ndryshe në luftarak, ose ndoshta një ndeshje hermetike të paktën me paraqitje që na kishin treguar skuadra nordike, ha? Në gjitha efektet e botos që nuk duhen asnjë nga 5 ndeshjet e fundit që kishin bërë, duket sikur do të gjitha sonte njëra në fush. Mua më keq sepse akoma më keq sepse nuk e mendoj që Barcelona do të raskuar edhe gjëra të ndryshuar shumë shpejt në një sens shumë të mendoj që do kishte një rezultat të tillë sonte. Edhe sepse sportivët e parë janë ndërtuar një skuadër shumë normal, pak se dhe sa mori dhe atë rezultat, sigurisht. Kështu që, por, skuadrat si Bodo që, së më thënë, janë prodhimi entuziazmi, po edhe, se ajo futboll që kemi parë mundje dhe rastësi, i kanë të lloj menësh të çuditshme që vjen një moment që gjithë sigurisht i zhduket sikur sepse profituan dhe nga temperaturat e ulta dhe shumë të ulta që ishin në fushën këtu. Pra në Norvegji, gjitha ekipet kanë luajtur për duash një anar në Norvegji, në shkurt, në anar. Nuk është gjë e thjeshtë, edhe këtu, atje. Veriu më i thellë i Norvegjisë.
Çuna, faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Këto ishin 3 verdiktet e para të kësaj faze të 28-ave. Mbrëmjen e nesërme ne do të mësojmë edhe 4 skuadra të tjera që do të bëjnë hapjen e radhës drejt çerekfinaleve. E deri nesër, nga unë Eva Murati, natën e mirë. It was off for tonight. Everything. So extreme good tonight. Well, I'm so happy that this energy that I'm feeling right now came through the screen because I was actually feeling super, super good tonight. Nathan, e mbyllëm, ja, e mbyllëm. Okay, I'm gonna go. Everybody's leaving the studio. The lights will be off soon, so kisses. Bye. See you tomorrow. Don't forget, we're gonna see each other tomorrow. First at, first at 8, and then at 11 o'clock for the official broadcast on Drink Sport 1, but also here